Dega e Vatrës në Boston nderon Kristo Floqin me një aktivitet veçantë kulturor dhe shkencor. Federata Panshqiptare e Amerikës Dega Bostonit organizoi këtë të diel me 28 dhjetor në orën 1 pasdite, një aktivitet të rëndësishëm kulturor kushtuar figurës madhore të letërsisë, mendimit kombëtar shqiptar, Kristo Floqi, i cili është një paraardhësi. Takimi do të mbahet në ambientet e kishës së Shënt Rinisë në jug të Bostonit. E ftuar speciale e këtij aktiviteti është Dionela Spau, profesoreshe asociuar dhe dekane e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë në Universitetin Fanoli, e cila ndodhet për një vizitë shkurtër akademike në Shtetet e Bashkuara. Tema qendrore e takimit do të jetë jeta dhe vepra e Kristo Floqit, një prej themeluesve të Vatrës dhe gazetës Dielli, si dhe një nga figurat kryesore që hodhi themelet e komedisë shqiptare. Kristo Floqi njihet gjithashtu si poet, dramaturg, publicist dhe erudit, me një kontribut të pazëvendësueshëm në historinë e kulturës shqiptare të diasporës në Shtetet e Bashkuara. Gjatë aktivitetit do prezantohen edhe 2 botime shkencore, një libër studiumor mbi jetën e veprën e Kristo Floqit dhe një botim kritik me komeditë e tij, së bashku me vepra të autorëve të tjerë, si Mjal Grameno, Filip Postoli dhe Ilomit Qavzesi, të sjella sipas teksteve origjinale dhe shoqëruar me aparat kritik bashkëkohor. Ky aktivitet synon të rikthejë në vëmendje një figurë themelore të kulturës shqiptare dhe të forcojë lidhjen e brezave të rinj me trashëgiminë intelektuale kombëtare. Vatra Dega Boston ftoi të gjithë anëtarët e komunitetit të studiues intelektual të marrin pjesë në këtë ngjarje me rëndësi të veçantë.